Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Para se të flasim për të kremtën e sotme, që është një kremtë e veçantë, quhet e diela e gjithë shenjtorëve, dua të them diçka. Në qoftë se dikush, një pushtetar, ose punëdhënësi ynë, ose një miku ynë na fton në një event, patjetër që ne nuk do të shkojmë me vonesë. Por neve do shqetësohemi disa ditë përpara, do përgatitemi, do zgjohemi herët, do kemi një shqetësim se si do të prezantohemi dhe do shkojmë në orar. Sepse kjo tregon respektin për atë që na ka ftuar, seriozitetin e takimit dhe rregullat që ka shoqëria njerëzore. Por pse në shtëpinë e Zotit bim me vonesë? Pse na duket takimi i Zotit ditën e diel, liturgjia hyjnore që është lutja zyrtare, kish diçka e çfarëdoshme, diçka e rëndomtë. Zgjohemi kur të na vi, me përtesë, si një angari, merremi me punë të kota, dhe pastaj themi të shkoj dhe pak nga kisha, se është dhe e dielë, ose thonë është mirë të shkosh të dielave. Të dashur të krishterë, në qoftë se ne kemi këto mendime, në qoftë se bëjmë këto veprime, ne nuk kemi frikë Perëndie, ne nuk kemi besim, ne bim kot në kishë. Liturgjia hyjnore është lutja zyrtare e kishës. Është takimi më i veçantë që ne bëjmë me Zotin, ku qielli zbret në tokë, ku Zoti është në altar, ku ne jo thjesht vetëm adhurojmë, falenderojmë, ne bashkohemi me Krishtin në misterin më të madh, që e lakmojnë ëngjëjt dhe nuk e marrin dot, dhe ne marrim trupin dhe gjakun e Krishtit. Po si vim në kishë ne për të marrë trupin dhe gjakun e Krishtit me vonesë? Si? Ti nuk e vlerëson. Kisha ka vendosur përpara liturgjisë hyjnore mëngjezoren. Çfarë është mëngjezoria? Mos është lutje thjesht për priftërinjt, është lutje e popullit që të bëhet gati gjatë mëngjesorës për të hyrë në liturgjinë hyjnore, që të përgatitemi mendërisht, shpirtërisht, trupërisht, që të hyjmë në liturgjinë hyjnore, dhe kur fillon liturgjia hyjnore e bekuar është mbretëria Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, duhet jemi këtu, jo vetëm fizikisht, por dhe me mendje, me gjithë shqisat tona, të mos bëjmë asnjë lëvizje. Jemi në mbretërinë e Zotit. Jemi bashkë me ëngjëjt dhe me shenjtorët. Jemi përpara mbretit që dridhet gjithçka dhe shërbet me frikë. A i dëgjoni juve çfarë bëjnë qerubimet, serafimet? Me frikë adhurojnë Zotin pa pushim. Dhe gjithë krijesa adhuron Zotin. Kurse ne vim kur na teket, dhe aq më tepër vim këtu të shkujdesur, bëjmë biseda, muhabete, kjo tregon që nuk kemi frikë Perëndie. Ai që ka zakon të vi me vonesë, ai nuk do të kungohet, sepse kungata i kthehet në dënim. Sa ai nuk e respekton kungatën hyjnore, e quan diçka të çfarëdoshme. Sepse këtë nuk do ta bënte tek njerëzit, por e bën tek Perëndia. Çfarë thonë shenjtorët, për cilit jemi mbledhur sot i kujtojmë? Të paktën të keni frikë sa keni frikë njerëzit. Ta nderoni Perëndin sa nderoni njerëzit. Kjo mund na falet në fillim të besimit ton, po jo kur kjo bëhet një rutinë. Prandaj është mëkat dhe duhet ta rrëfejmë në qoftë se kjo na është bërë rutinë që të vim me vonesë në kishë. Dëgjoni një moment liturgjisë hyjnore. Dyert le të vënë re. Tradita ka qenë që kur ishte dhe thuaj kjo fjalë, mbylleshin dyert e kishës. Nuk mund të ishte asnjëri në kishë.
Vetëm ata që ishin brenda në kishë, ata mund të kungoheshin. Dakord, kisha i mban dyert hapur, por kjo nuk do të thotë se ne mundim kur të na teket. Dhe ti vjen në fund të liturgjisë dhe kërkon dhe pasaj të kungohesh me frikë, besë, dashuri. Aq më tepër kur të dielave njerëzit flen gjumë, flasin për krishterët, nuk flasin për botën. Masja e rrinë në shtrat, madje kënaqen në shtratin e tyre. Dhe këtu po flasim edhe për çiftet e bekuara në kishë. Ose merren me tregti, ose merren me argëtim, ose merren me plazh, siç është dhe tani koha. Nuk është kisha kundër kënaqësive edhe trupore edhe argëtime kur ato janë të bekuara, por jo ditën e diel. Dita e diel sapo agon është ditë e Zotit, nga mëngjesi deri në darkë. Po të paktën orët e mëngjesit ne ja kushtojmë Zotit. Nuk mund të qohesh diel kur të duash ti. Do qohesh më herët se ditët e tjera, më i angazhuar se ditët e tjera, se do shkosh të takohesh me Zotin. Dhe aq më tepër ai një krishter që nuk i respekton këto, ai bën mëkat. Do të shkosh në plazh, shko, po organizohej që të shkosh në kishë në mëngjes. Aty ku do shkosh ose në kishën që ke afër, pastaj shko dhe në plazh. Çdo gjë që bëjmë para liturgjisë synore është e mallkuar. Çdo të thotë e mallkuar. Jo se Zoti është hakmarrës, Zoti nuk ka pasion. Na largohet hiri. Dhe kur na largohet hiri sepse largojmë ne veten, atëherë vjen ai tjetri, kundërshtari, djalli, që shumë njerëz nuk duan ta dëgjojnë dhe u duket thjesht një alegori, që është një realitet. Dhe pastaj na humbet frika e Perëndis, pastaj na humbet dëshira për të lutur, pastaj na humbet dëshira për të vajtur në kishë dhe për të penduar, e për të rrëfyer dhe për të kunguar. Dhe fillojnë problemet, mërzitet, hidhërimet, dëshpërimet, sëmundjet, problematike, themi, pse o Zot neve? Po si pse o Zot neve? Ti nuk do të dish për mua? Ti dhe një të diel që unë të kërkoj, ti nuk vjen në kishë? Dhe më vjen dhe më vones, sepse e përtac? Prandaj i them këto gjëra për veten time, për familjarët e mi, po dhe për gjithë juve. Do të kemi kujdes. Jemi të krishterë, jo thjesht me emër. Dhe dikush do thotë, shumë gjëra na the, po ne nuk jemi shenjtor. Kush tha që nuk duhet bëhemi shenjtor? Pse kemi ardhur në kishë? Kemi ardhur pra të shenjtërohemi. Çfarë tha Krishti? Bëni të përsosur ashtu si Ati juaj është i përsosur. Çfarë thot apostull Petro? Dhe ai që thot unë jam i shenjtë, na thot që të bëhemi dhe ne të shenjtë në sjelljet tuaja. Çfarë thot apostull Pavli? Jemi bashkë qytetarë të shenjtorëve. Këtu në kishë nuk kemi ardhur të bëhemi të mirë me edukat, kemi ardhur të bëhemi shenjtor. Çdo thot fjala shenjtor, se shumë e dëgjojnë dhe pak e kuptojnë, shenjtor do të thotë të ndahesh nga mëkati. Ti kushtohesh Zotit që është i shenjtë. Dhe sa më shumë ndahesh nga mëkati, nga pasionet, nga çdo gjë që të na lidh me botën e mëkatit, ti shenjtërohesh. Dhe ku është shkalla e parë e shenjtërisë? Pendimi. Kur ne pendohemi për mëkatet tona, dhe kur ne i neverisim mëkatet tona, dhe duam të ndryshojmë jetën, të fillojmë një jetë të re, këtu ka filluar shkalla e parë e shenjtërisë, që quhet katharsis. Pastaj vjen ndriçimi, që do të thotë ne marrim misterin e kishës, që na pastron nga mëkati, që është misteri i pagëzimit dhe i mirosjes. Dhe ku ne pagëzohemi, prifti thot, u pagëzove, u ndriçove, u shenjtërove. Dhe vazhdojmë shenjtërimin me misteret e tjera. Pendim, rrëfimin, kungimin, efqelin, që janë misteret të detyrueshme për ne të krishterët. Dhe pastaj duhet kalojmë deri tek theosis, te hyjnizimi, të bëjmë të ngjashëm me Zotin. Për këtë vim të kishën. Nuk vim thjesht për të kalu kohën edhe për të bërë edukat morale. Jo, për të bërë shenjtor. Dhe të gjithë ne kemi mundësi të bëhemi shenjtor, sepse shenjtor nuk janë alien. Janë njerëz si ne, me mish dhe me gjak, të gjitha moshave. Nga mosha 3 vjeç kemi shenjtor, deri në pleqërinë e thellë.
125 vjeç, që ishte Shën Simeoni, episkopi i Jeruzalemit. Kemi burra, kemi gra, kemi mbretër, kemi të thjesht, kemi të ditur, kemi të paditur. Kemi profesionet të gjitha, përveç prostitucionit, përveç gladiatorëve, përveç atyre që jemi para me kamat. Ata nuk shenjtëroheshin në profesion. Të gjitha profesionet janë shenjtëruar. Dhe nuk është turp të kesh një profesion kur është i ndershëm. Prandaj jemi thirrur të bëhemi shenjtor jo vetëm këtu në kish, po në familje, në punë, në shoqëri, në jetë. Të dashur të krishterë, po nuk bëm shenjtor, nuk dojmë mbretërinë e Zotit. Mos ju gënjej mendja juve dhe mua. Në mbretërinë e Zotit nuk unë asgjë mëkatare, asgjë nuk është e shenjtëruar. Prandaj kemi një punë të madhe për të bërë me vete. Zoti na jep kohë, që në këtë kohë që na jep secili sipas kapaciteteve që ka, të shenjtërohemi. Por fatkeqësisht ne humbasim kohën. Edhe një të diel që kemi për të marrë me veten për shenjtërim, edhe atë, si theme, nisim gabim ose e shpërdorojmë. Dhe pastaj kur të vi fundi që do na vi si hajduti, themi o Zot na jep dhe pak kohë. S'ka kohë më, mbaroi koha. Atëherë ne do mbetemi të pashenjtëruar. Do mbetemi jashtë mbretërisë së Zotit. Dhe do na vi çudi, si shikojmë njerëz të tjerë, ishin të afërmit tanë, miq tanë, ose ata që ne nuk i mendonin fare se kishin lidhje me Zotin, do i shikojmë parajs. Pse? Sepse ata e shfrytzuan kohën. I mund të ishin mëkatar shumë mëdhenj, por u penduan, u pagëzuan, u rrëfyen dhe u bashkuan me Zotin. Prandaj, keni kujdes, të kemi kujdes, të shfrytëzojmë kohën për shenjtërim. Do ta mbyll me 2 histori, sepse shpeshherë na krijohet ideja se të bëhesh shenjtor duhet bësh vepra të mëdha, të ngjallësh të vdekur, të lëvizësh malet, të dish përmendsh Biblën, e tjera. Jo. Shën Joan Pagzori nuk na përmendet asnjë mrekulli e tij, por shenjtori më i madh, mbas Ylincës, më i madhi që ka lindur nga barku i gruas. Pse? Sepse ai jetoi besimin, jetoi një jetë të shenjtë. Por ja si mund të shenjtërohemi ne mëkatarët, i pari unë. Ishin 2 njerëz. Njëri quhej Sapris, tjetri quhej Niçefor. Saprici ishte prift, Niçefori që një laik. Ishin miq shumë të mëdhenj. Por i ligu që nuk le 2 gur bashkë i vurin në sherr. U shan, u mallkuan, u ndan. Saprici u arrestua si prift dhe filloi torturat. Atëre Niçefori, kur mori vesh që Saprici do bëj një martir, shkoi dhe i kërkoi falje. Më falo vëlla. Ti do bësh martir i Krishtit. Unë të kërkoj falje, unë jam fajtor. Por Saprici i tha ik, nuk të fal, kush je ti, dua të shoh me sy. E thuhet që Niçefori i shkoi disa herë, 3 herë. Madje i shkoi edhe atje ku po e martirizonin. Por dha aty Saprici që ishte edhe prift. Sa ati që u dha shumë dhe i kërkohet shumë, nuk e falin Niçeforin. Edhe çfarë ndodhi? Hiri u largua nga Saprici, e mohoi Krishtin në momenti që do bëj martir. Dhe kur e mohoi Saprici, tha Niçefori, jam unë i krishter, më vrisni mua. Edhe u bë shenjtor. Pse? Se kërkoi falje, sepse u përul. Pra, dojnë të bëhemi shenjtor. Le të kërkojmë falje atyre që na kanë bërë keq, ose ju kemi bërë keq. Dhe le të përulemi. Dhe një e fundit është, në kalendarin liturgjik është një shenjtor që quhet Jakovi i penduar. Jakovi i penduar ishte një oshënar. Kishte kaluar shumë kohë në shkretir, ishte shenjtëruar dhe me lutjet e tij shëroheshin njerëz, largoheshin demon. Por filloi të hyp vetja në qef. Ju duk vetja sikur ai ishte më i shenjtë i tjerëve, sikur në atë brez vetëm ai ishte i shenjtëruar. Dhe kjo është rreziku më i madh. Siç ra dhe kryeëngjëlli Josfor nga parajsa nga krenaria, rrezikojmë të bijmë ne. Atëherë demoni me lejen e Perëndis bëri një plan. Hyri te një vajzë në një qytet dhe ajo thoshte: "Po su lut Jakovi u zdal nga kjo." Atëherë njerëzit e familjes u interesuan për Jakovin, e gjetën Jakovin në shkretir, quan vajzën që të largohej demoni. U lut Jakovi, demoni u largua nga vajza, po nuk iku nga vendi. Jakovi i tha: "Leni vajzën me vllajën e saj këtu për disa ditë, pastaj ai deni merr që të largohet demoni përfundimisht." Po çfarë ndodhi?
Për shkak të egoizmit dhe krenarisë që kishte rënë Jakobi, ky oshenar hyri tek Jakobi, u ndez epshi. Atëre dëshironte të bënte mëkat tropor. Por ishte vllai në mes, e vrau vllain. Pastaj përdunoi vajzën, vrau dhe vajzën, i groposi. Pastaj erdhi në vete. Çfarë bëra? Ku rash? Unë jam i denj për ferrin. Por Perëndia nuk deshte të humte Jakobi. I nxiti pendesën, e ruajti nga dëshpërimi, nga vetvrasja. Dhe Jakobi u fut në një varr. Atje filloi të lutej, vetëm me një lutje: Zoti Jezu Krisht, mëshiro mua mëkatarin që nuk e meritoj mëshirën tënde. U harua nga njerëzit. Për 17 vjet jetoi në këtë mënyrë. Jetonte me barishte si një kafsh. Por në atë kohë, në atë vend, pati një thatësirë të madhe. Njerëzit po shkonin kish, po luteshin, bënin litani, nuk binte shi, rrezikoi jeta. Atëherë një angjëll i shfaqet episkopit dhe i thot: po su lut Jakovi, oshenari që është në filan varr, nuk bjen shi Perëndia. Vajtë njerëzit për takuar Jakovin me temjanica, me qiri, do takonin shenjtor. Dhe i than: Jakov, dil, shenjti Perëndis. E Jakovi uli kokën, duke qarë, tha vetëm këto fjalë: O Zoti Jezu Krisht, mëshiro mua mëkatarin. Dhe u fut në varr. E njerëzit thanë: ky është një qyqar, ky është një mjeran. Është gënjur episkopi. Po përsëri angjëlli tha: po su lut ai, nuk bjer shi. E kuptuan se ky ishte shenjtori, i fshehur nga bota, njeri i pendimit. Dhe u lut ai dhe ra shi. Për një vit, në atë vend erdhën shumë të sëmurë, u shëruan, të demonizuar, dhe mbas një viti Jakovi i fjetin e Zotit. I penduar, i përulur, i shenjtëruar përsëri, dhe aty u bë një kish. Pra, të dashur të krishterë, mos toni se jemi mëkatar dhe nuk mund të shenjtërohemi. Nuk ka mëkat që nuk fal Perëndia. Çështja është, duam apo jo të shenjtërohemi. E mbyll me fjalët e Krishtit: kush do të drejtësohet, drejtësohet akoma dhe më. Kush do të shenjtërohet, shenjtërohet akoma dhe më. Dhe kush do ndyrsohet, ndyrsohet akoma dhe më. Ja unë po vi shpejt dhe kam secilin për t'i dhënë sipas veprave që ai ka bërë. Amin.